Ditën e sotme është zhvilluar gjyqi ndaj Naim Murselit, autori i vrasjes së Liridona Ademit. Për folur mbi këtë ngjarje dhe çfarë ka ndodhur pasi ka pasur mjaft të dhëna interesante lidhur me ngjarjen, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Benjamin Kurti. Zoti Kurti, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Zoti Kurti, çfarë të rejash kemi nga gjyqi që u zhvillua sot lidhur me vrasjen e Liridona Ademit? Po, siç e theksuat dhe ju, sot ka qenë gjykimi i të akuzuarve për vrasjen e Liridona Ademajt. Njëri ndër të akuzuarit është edhe ish bashkëshorti i saj tani me Naim Murselin, njëri ndër të akuzuarit kryesor për vrasjen e Liridona Ademajt, por njëri nga dëshmitarët sot Granit Plava i ka dhënë një dëshmi paksa trondice për trupin gjykues dhe për rrethojën e gjykimit, sepse i njëjti sot ka deklaruar disa informacione të reja që Naim Murseli kishte premtuar një shumë prej 250.000 euro pas përfundimit të vrasjes dhe një pagë mujore për 1.500 euro për ta mbajtur afër vetes Granit Plagën tani me vrasësin e Liridona Ademajt. Pra, siç duket, kjo skemë e mirë menduar kriminale ka qenë e përgatitur më herët nga ish burri i Liridona Ademajt, Naim Murseli. Dhe procesi gjyqësor është duke shkuar drejt përfundimit dhe siç po shihet, pra nuk do të kenë asnjë masë lehtësuese në këto rrethana, sepse procesi çdo ditë më tepër po nxjerr në patë të vërtetën lidhur me vrasjen e Liridona Ademajt. Zoti Kurti, a ka pasur familjar të Liridona Ademajt në gjyq dhe si kanë reaguar ata? Po, ka qenë familjari i saj, vllai i të ndjerës Liridona Ademajt, i njëjti pas publikimit të momentit të vrasjes së motrës së tij të ndjerë, ka bërë një lutje për mediat që të mos e publikojnë pamjet të cilat janë shfaqur në ekranin e televizionit brenda sallës së gjyqit, ku po gjykohen Naim Murseli dhe dy të tjerë të akuzuar për vrasjen e Liridona Ademajt. Ata kanë besim në drejtësi dhe kërkojnë dënimin maksimal të merituar për vrasësit e motrës dhe familjarës së tyre. Zoti Kurti, a janë pamjet nga momenti i vrasjes apo thjesht po themi nga dinamika e ngjarjes? Në bazë të informacioneve që kam, thuhet që janë shfaqur pamjet të vrasjes, por unë nuk kam arritur të shoh ato pamje. Kolegu im gazetar im ka qenë atje, por ne për të respektuar për hir të vërtetës fjalën e vllait të ndjerës nuk kemi transmetuar asnjë pamje çfarëdo që është shfaqur atje. Ndërkohë nga ana tjetër ka pas dhe një lidhje me Behçet Pacollin, duke bërë, po themi, një lloj dienie që mund të ketë pasur ai lidhur me ngjarjen. Sa e vërtetë është kjo? Sot është përmendur në gjykim në pjesën e dëshmisë nga i akuzuari Granit Plava dhe Behçet Pacolli, pra afaristi i njohur dhe ish politikani dhe ish udhëheci i partisë AKR, Aleanca Kosova e Re, por ne nuk dim dhe nuk kemi informacion, kjo mbetet të jetë pjesë e prokurisë dhe policisë për të hetuar se a ka të bëjnë në këtë përfshirje zotëri Pacolli apo jo. Vetëm se sot kemi parë që sipas Naim Murselit që i kishte thënë Granit Plavës që për këtë çështje është në dieni edhe Behçet Pacolli. Gjithsesi, në dëshmi thuhet se ka qenë në dieni edhe Valon Luka, madje paratë e varrimit i ka marrë nga ai. Po, unë unë sot e kam dëgjuar për herë të parë këtë pjesë dhe Naim Murseli kishte theksuar që 1.800 euro për pjesë për varrim ja ka dhënë Valon Luka. Por unë së pari mendoj që Naimi ka nevojë për të bërë një ekzaminim prap psikologjik, sepse me sa kam arritur unë të kuptoj dhe të analizoj situatën e tij, ai ka qenë i fiksuar pas famës, për të pasur famë,
Dhe kemi parë në momentin që është arrestuar ai, fotografitë që janë publikuara me Rita Oren, dhe të gjitha këto mundësi ka shfrytzuar në hotelin e afaristit Bexhet Pacolli në Swiss Diamond, duke u thirrur në emrin e tij se është këshilltari i Bexhet Pacollit, apo ku ta di unë. Pra, mendoj që këto persona mund të kenë probleme të mëdha psiqike dhe mund të përfshijnë njerëz të bizneseve të ndryshme të Kosovës, duke u shkaktuar dëme të mëdha në të ardhmen. Pra, besoj që prokuroria dhe gjykata do të i vlerësojnë rrethanat dhe do të analizojnë mirë emrat e përmendur nga i akuzuari Naim Murseli te Granit Plava. Sa besoni se mund të zgjasë gjyqi dhe çfarë detajesh mund dalin më vonë lidhur me këtë ngjarje kaq tragjike? Po tani me çdo gjë dihet, skena e organizuar nga ish-burri i Liridon Ademajt për të përfituar nga sigurimi shëndetësor i ish-gruas së tij, dhe pritet që kanë qenë dhe shkaqe disa probleme ndërmjet çiftit. Gjithsesi, unë mendoj që procesi do të përfundojë më së shumti në fund të verës dhe të tre akuzuarit do të dënohen, por një gjë mund t'u garantoj që Naim Murseli do të dënohet me burgim të përjetshëm. Zoti Kurti, duhet t'ju pyes edhe lidhur me ngjarjen që ndodhi në Podujevë, ku mbetën të vrarë 3 persona. Në çfarë faze janë hetimet dhe kemi ndonjë informacion tjetër lidhur me këtë ngjarje? Për momentin nuk është se kemi ndonjë informacion të re të fundit përpost të një interviste të dhënë jo për gazetën tonë, por për një media tjetër, Daja i të Ndjerit, por është me të vërtetë një situatë e trubullt për tu hetuar dhe për tu zbuluar, sepse kanë dalë shumë zëra. Disa thonë që ato kanë qenë në lidhje për 4 vjetësh, disa thonë që kanë qenë i Ndjeri ka qenë i martuar dhe ka pasur fëmijë, kurse familjarët e tij, siç thuhet nga Daja i tij, thuhet që nuk ka qenë as i martuar dhe as nuk ka pasur fëmijë asnjëherë. Ka pasur vetëm një njohje me Dorasën, tani me të Ndjeren, që ka ajo Ardita Gashi që ishte rreth 31 vjeçe, por ne nuk kemi as informacione nga policia dhe nga prokuroria, kemi për të përpiqur në ditët në vijim që të marrim se ku ka shkuar, por besoj që e gjitha skema do të zbardhet pas ekzaminimit të të celularëve që janë gjetur në trupat e viktimave. Daja, çfarë ka thënë konkretisht lidhur me ngjarjen? Sipas informacioneve që kemi dëgjuar në një media, pas ka thënë që domethënë një piti i Ndjeri nuk ka se ka pasur një lidhje të gjatë dashurie me Dorasën, ka pasur vetëm një njohje dhe kanë dalë vetëm 2 herë për të pi kafe dhe ka qenë në kërkim të nusës. Por thuhet që nuk ka qenë e vërtetë që kanë qenë në lidhje ose që ai ka qenë i martuar dhe ka pasur fëmijë. Zoti Kurti, besoni që me hapjen e telefonave mund të zbardhen edhe motivet e kësaj ngjarje kaq të rëndë? Po mendoj që do t'i ndihmonte shumë prokurorisë për zbardhjen e rrethanave të vrasjes. Tani ne nuk kemi çfarë të presim tjetër, sepse 3 personat që mund të kishin quar drejt kësaj zbardhje janë të vdekur, gruaja e Axhës së asaj Dorasës, Dorasja dhe i Ndjeri 46 vjeçari. Por vetmja pistë që mund të çojë në zbardhje është ekzaminimi i celularëve dhe besoj që prokuroria i ka konfiskuar ato vendin e ngjarjes dhe mbetet, sepse normale çështja nuk mund të bëhet për një ditë, 2 do kohë që celularët e hapin nga kibernetika që është forenzika e policisë, dhe pastaj mendoj që prokuroria do të delë me një përfundim lidhur me këtë çështje. Po sa i përket viktimës tjetër, pra nusjes së Axhës, kemi të dhëna se në rrethana ka ndodhur dhe ka qenë aksidentale apo ka qenë ndonjë, po themi, keq kuptim, ka qenë ndonjë plan i Ardita Gashit për ta vrarë dhe nusën e Axhës, apo si ka ndodhur ngjarja? Në bazë të informacioneve që ne posedojmë, vrasja e gruas së Axhës ka qenë aksidentale dhe thuhet që në momentin që janë dëgjuar të shtënat, gruaja e Axhës ka dalë në obor për të shikuar se çfarë ka ndodhur dhe më pastaj në afekt Liridona ka goditur dhe gruan e Axhës, të cila
pas plagëve të marra ka ndëruar jetë në qendrin klinike universitare në Prishtinë. Ka pasur Nuk ka pasur të bëj me dorasin ndonjë gjë ose ndonjë lidhje me ish të dashurin ose personin që ka pasur njohje Ardita Gashi. A besoni që mund të ishte shmangur kjo ngjarje? Tani, raste të tilla gjithmonë bëj thirrje që duhet të shmangur, bëj thirrje që të mos përdoren armë, sepse nuk është mirë të marrësh një jetë të njerëzve, sepse të gjithë kanë një jetë për të jetuar, por unë mendoj se në qoftë se do të ishte bërë me publik ose do të ishte angazhuar policia, do të parandaloj, por besoj që nuk ka pasur kohë për të raportuar policinë dhe çdo gjë ka qenë në spontanitet për të ndjerin tani më, sepse ne nuk mund ta dimë dorasja ka pasur në plan gjatë gjithë ditës që ta vrasë, apo i ka ardhur në moment kur ka shkuar ai për t'u sqaruar. Kto ne nuk i dim, mund të tregoj dikush nga dëshmitarët ose familjarët e tyre, por ato kanë zgjedhur që të heshtin dhe nuk kanë qenë fare bashkëpunues me mediat këtu. I kanë refuzuar në kur kanë shkuar ke shtëpitë e tyre për të intervistuar dhe u kanë ngërcënuar duke thënë largoni nga këtu se u thyejm kamerat. Do të kaloj te një temë tjetër, ka të bëjë me arrestimin e 4 shqiptarëve në Serbi. Kemi informacion se çfarë ka ndodhur atje dhe pse janë arrestuar? Po, ne kemi arritur të sigurojmë disa informacione. Thuhet që shqiptarët kanë pasur simbole kuqezi me shqiponje dhe ato gjatë vozitjes që kanë qenë në Serbi, në rrugën e tyre tashmë nuk e dim se ku ka qenë destinacioni i tyre, kanë bërë shqiponja dhe kanë sharë në gjuhën angleze serbin. Më pastaj ato pami të rinjve që janë rekorduar në telefon janë postuar në rrjetin social TikTok dhe të njëjtat kanë shkuar në Serbi virale, gjë që ka bërë reagimin e policisë serbe duke ndaluar të rinjët shqiptar. Akoma nuk ka pasur një reagim nga institucionet e Kosovës apo krerët e shtetit këtu për të bërë thirrje për të liruar të rinjët shqiptar. Unë kam parë vetëm një reagim nga ish kryeministri Berisha, i cili ka kërkuar që të lirohen, në të kundërtën do të ketë një protestë para ambasadës serbe në Tiranë. Çfarë rrezikojnë shqiptarët e arrestuar? Tani unë nuk i di ligjet se si i kanë në shtetin e Serbisë, por gjithsesi deri në një vendim ata do të qëndrojnë në paraburgim. Zoti Kurti, ka pasur një vendim të gjykatës kushtetuese ku e ka shpallur dekretin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani si të pavlerë, pra pa efekt juridik. Çfarë do ndodh tani? Tani kemi hyrë në një fazë tjetër të procesit të zgjedhjes së presidentit në Kosovë. Gjykata kushtetuese ka lëshuar dje një vendim lidhur me çështjen e presidentit, ku ka dhënë afat kohë dhe 34 ditë deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të bëjnë zgjedhjen e presidentit ose presidentes, kushdo që do të jetë në garë. Dhe në të kundërtën, pas konsumimit të këtyre 34 ditëve, Kuvendi shkon automatikisht në zgjedhje. Brenda 25 ditëve, pastaj janë zgjedhjet e jashtëzakonshme prapë. Unë mendoj që tani më do të fillojnë shumë shpejt dhe seancat plenare për çështjen e presidentit, takimet mes kryeministrit Kurti dhe opozitës, siç kanë qenë mes Bedri Hamzës të Partisë Demokratike më të madhe opozitare në Kosovë dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjikut. Pra mbetet të shihet ato të gjejnë konsensus për të mos shkuar në zgjedhje apo prapë do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme. A duk sikur kjo ishte një fitore zotit Kurti ndaj Vjosa Osmanit? Në fakt, unë duke dëgjuar zërat e njerëzve që përkrahin Kurtin ose përkrahin Vjosa Osmanin, përkrasit e Vjosa Osmanit kanë shpresuar që çështja e saj do të ketë përparësi nga ana e gjykatës kushtetuese, por në këtë rast gjykata e ka hedhur poshtë atë, duke i dhënë të drejtë Kurtit për zgjedhjen e presidentit.
Në këtë rast konsiderohet si fitore e Albin Kurtit në këtë ballafaqim me Vjosa Osmanin, ish partneren e tij në koalicion dhe të cilën e kishte votuar për presidente Albin Kurti para 5 viteve. Sa gjasat kemi që të kemi një përballje Osmani Kurti nëse nuk ka një zgjidhje të presidentit? Përballja tani më vetëm se ka filluar të shihet sepse Vjosa Osmani ka filluar që të delë në çdo qytet për të takuar qytetarë nga afër dhe për të parë se si është përkraja e qytetarëve ndaj figurës së saj dhe në videot që janë transmetuar në rrjetet sociale nga njerëzit e saj flitet që ka një përkraje të madhe. Madje njerëz të zhgënjur që kanë qenë pro Vjosa Osmanit dhe Albin Kurti tani më janë në krahun e Vjosa Osmanit dhe siç flitet Vjosa Osmani pritet të rikthehet në shtëpinë e saj të parë Lidhjen Demokratike të Kosovës, çka që do të ndihmonte partinë e saj të parë të ringritej prapë pas një rënie dhe një goditje që kishte marrë nga Vjosa Osmani para 5 viteve nga largimi i saj me disa deputet. Zoti Kurti, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Kënaqësi, faleminderit për ftesën.